Xhamia e Gjin Aleksit në fshatin Rusan të Delvinës një simbol trashëgimor dhe ajo që e bën unikal këtë monument gjendet në arkitekturën e veçantë. Përtej kësaj, ajo ngrihet si dëshmi ndërtimore e harmonisë ndërfetare mes tri besimeve, sipas historianit dhe studiuesit Halil Shabani. Forma e saj arkitekturore niset që nga themelet e saj, ka formën e një katrori. Në anën lindore të saj ende gjenden themelet e një kishe bizantine dhe jo më larg se 3 metër, po në këtë anë ndodhen edhe ngrehina e sopme e sektit Bektashi. Flitet se është lejuar nga valiu i Trevës së Delvinës, ndërtimi i saj, emërtimi i saj si Xhamia e Gjin Aleksit, ku fjala Gjin i takon besimit katolik dhe Aleksit atij të ortodoks, përbën një version i cili ka lidhje me Kamenicën ose me kreun e Kamenicës, sepse Rusani, ku është ndërtuar kjo, është në hapësirën midis Delvinës dhe Kamenicës. Monumenti i është nënshtruar rikonstruksionit kohët e fundit dhe duken të freskëta punimet e kryera që kanë ndriçuar vlera duke nisur nga portiku, nga salla e lutjeve dhe deri tek minareja, ku më kureshtarët mund të ngjiten përmes shkallëve gjysmërrethore që të nxjerrin në maj. Ndërkohë të shumtë janë dhe vizitorët në këtë objekt kulti sipas historianit Shabani. Kam qenë me drejtimin e grupeve turistike, është vendosur në harta turistike Xhamia e Gjin Aleksit për arkitekturën e saj të veçantë ose unikale në vendin tonë, që përbëhet vetëm nga salla e aktivitetit fetar, njëkohësisht edhe ka të ruajtur shumë mirë portikun e saj, si edhe qoshet e saj dhe hapësira prej 5 dritareve që i japin dritë nga të gjitha anët këtij ndërtimi. Xhamia e Gjin Aleksit, ndërtimi i shekullit të 16, po promovohet si një ndër pikat e interesit turistik, që duhet të vizituar me patjetër. Ajo është me statusin e një monumenti kulture të kategorisë së parë prej vitit 1963.